Po ju, a e keni vizituar ndonjëherë Sarandën? Pse Saranda është destinacioni më i bukur në Shqipëri? Përpara se video të fillojë, do ju kërkoja të na bëni subscribe. Faleminderit. Kur flasim për destinacionet më të bukura turistike në Shqipëri, një emër që përmendet pothuajse gjithmonë është Saranda. E vendosur në brigjet e detit Jon, përballë ishullit grek të Korfuzit, Saranda është kthyer në vitet e fundit në një nga qytetet më të vizituara në të gjithë Ballkanin. Me ujërat e kristalta, klimën mesdhetare, historinë mijëravjeçare, ushqimin fantastik dhe peizazhet që të lënë pa frymë, Saranda ofron gjithçka që një turist mund të kërkojë nga pushimet ideale. Nëse po planifikoni ta vizitoni këtë qytet ose thjesht dëshironi të mësoni më shumë rreth tij, ky udhëzues do t'ju tregojë gjithçka që duhet të dini. Ku ndodhet Saranda? Saranda ndodhet në jug të Shqipërisë, në qarkun e Vlorës, përgjatë rivierës shqiptare. Qyteti shtrihet përgjatë një gjiri të bukur natyror dhe ka një pozicion strategjik që e ka bërë të rëndësishëm që nga kohët antike. Nga Saranda mund të shihni lehtësisht ishullin e Korfuzit, i cili ndodhet vetëm disa kilometra larg. Ky pozicion i veçantë ka ndikuar jo vetëm në zhvillimin ekonomik të qytetit, por edhe në kulturën, gastronominë dhe historinë e tij. Si të shkoni në Sarandë? Sot është më e lehtë se kurrë për të vizituar Sarandën. Nëse vini nga Tirana, udhëtimi me makinë zgjat rreth 4 deri në 5 orë në varësi të trafikut dhe rrugës që zgjidhni. Shumë turistë preferojnë të udhtojnë përgjatë Bregdetit përmes Vlorës dhe Himarës, pasi rruga ofron disa nga panoramat më spektakolare në Shqipëri. Një alternativë tjetër është mbërritja nga Korfuzi. Çdo ditë funksionojnë tragete dhe anije të shpejta që lidhin Sarandën me ishullin grek. Kjo është arsyeja pse shumë turistë europian e përfshin Sarandën në itinerarin e tyre veror. Kur është koha më i mirë për ta vizituar? Saranda ka mbi 300 ditë me diell gjatë vitit. Sezoni turistik fillon zakonisht në maj e vazhdon deri në tetor. Muajt qershor dhe shtator konsiderohen nga shumë vizitorë si periudha ideale. Temperaturat janë të larta, deti është i ngrohtë dhe qyteti nuk është aq i mbushur sa gjatë korrikut dhe gushtit. Nëse dëshironi atmosferë më të gjallë, koncerte dhe plazhe plot energji, atëherë korriku dhe gushti janë zgjedhja perfekte. Historia e Sarandës. Pak njerëz e dinë se Saranda ka një histori që shkon mijëra vite pas në kohë. Zona ka qenë e banuar që në lashtësi dhe ka kaluar në ndikimin e shumë qytetërimeve të ndryshme. Emri Sarand lidhet me manastirin e 40 shenjtëve, që ndodhet mbi qytet. Pikërisht nga ky manastir vjen emri që qyteti mban edhe sot. Shëtitoria e Sarandës. Një nga gjërat e para që do t'ju bëj përshtypje është shëtitoria Buzdeti. Kjo është zemra e qytetit. Gjatë ditës mund të shijoni pamjet e Jonit, ndërsa në mbrëmje, zona mbishet me turistë dhe vendas që dalin për të shëtitur. Restorantet, kafenet dhe baret krijojnë një atmosferë plot jetë. Perëndimet e diellit në Sarandë janë ndër më të bukurat në Shqipëri. Ngjyrat e arta që reflektohen mbi det krijojnë një panoramë magjike që shumë vizitorë nuk e harrojnë kurrë. Kalaja e Lëkurësit. Nëse dëshironi pamjen më të bukur të Sarandës, duhet patjetër të vizitoni Kalanë e Lëkurësit. E vendosur në majë të një kodre, kalaja dominon të gjithë gjirin e Sarandës. Nga këtu mund të shihni qytetin, detin Jon, Korfuzin dhe malet përreth. Kalaja mendohet se është ndërtuar gjatë periudhës osmane dhe sot është një nga atraksionet më të vizituara turistike. Shumë turistë zgjedhin të ngjiten në mbrëmje për të parë perëndimin e diellit. Pamja është thjesht spektakolare. Plazhet e Sarandës. Një nga arsyet kryesore pse njerëzit vizitojnë Sarandën janë plazhet. Uji i pastër dhe ngjyra e kaltër të detit krijojnë peizazhe që shpesh krahasohen me ato të Greqisë apo Italisë. Plazhi publik i qytetit është lehtësisht i aksesueshëm dhe shumë i frekuentuar gjatë verës. Për ata që kërkojnë qetësi, ekzistojnë shumë plazhe të vogla përgjatë vijës bregdetare. Çdo plazh ka karakteristikat e veta dhe secili ofron një eksperiencë të ndryshme. Ksamili. Vetëm disa kilometra larg Sarandës ndodhet Ksamili.
Shumë turistë e konsiderojnë si plazhin më të bukur të Shqipërisë. Ujërat e kristalta dhe ishujt e vegjël përballë bregut krijojnë një peizazh tropikal. Në ditët me diell, ngjyra e detit kalon nga blu e dërrët në turkeze të ndezur. Vizitorët mund të marrin barka ose pedallone për të eksploruar ishujt. Ksamili është një destinacion që nuk duhet humbur nëse vizitoni Sarandën. Parku arkeologjik i Butrintit. Vetëm disa minuta larg Ksamilit ndodhet një tjetër thesar historik i Shqipërisë. Butrinti është një qytet antik me histori mbi 2500 vjeçare. Sot është pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Brenda parkut mund të vizitoni teatrin antik, bazilikat, muret mbrojtëse dhe shumë monumente të tjera. Butrinti është një nga vendet që çdo vizitor duhet ta shohë të paktën një herë në jetë. Një tjetër mrekulli natyrore pranë Sarandës është syri i kaltërt. Ky burim natyror është një nga atraksionet më të famshme në Shqipëri. Uji del nga thellësitë ende të panjohura me një ngjyrë blu të jashtëzakonshme. Kur e shikon nga lart, duket sikur po sheh syrin e një krijese gjigante. Zona përreth është e mbuluar nga pyje dhe ofron ajër të pastër e qetësi. Është një vend ideal për fotografi dhe relaks. Gastronomia e Sarandës. Pushimet nuk janë të plota pa ushqimin e mirë. Saranda është e njohur për kuzhinën e saj mesdhetare. Peshku i freskët, kallamarët, karkalecat dhe frutat e detit janë ndër specialitetet më të kërkuara. Shumë restorante ofrojnë produkte të kapura po atë ditë nga peshkatarët lokal. Mos humbisni mundësinë të provoni edhe vajin e ullirit, djathrat tradicional dhe gatimet karakteristike të jugut shqiptar. Jeta e natës. Kur bie muzgull, Saranda transformohet. Baret buzdetit, klubet dhe lokalet mbushen me turistë nga e gjithë bota. Muzika, atmosfera verore dhe pamjet e detit krijojnë një eksperiencë unike. Pavarësisht nëse preferoni një mbrëmje të qetë me koktejl pranë detit apo një natë plot energji, Saranda ka diçka për të gjithë. Ekskursionet pranë Sarandës. Përveç qytetit, zona përreth ofron shumë vende interesante. Mund të vizitoni plazhin e pasqyrave, manastirin e Shën Gjergjit, Borshin, Himarën dhe shumë fshatra tradicional të jugut shqiptar. Çdo destinacion ofron peizazhe të ndryshme dhe histori interesante. Kjo e bën Sarandën një bazë perfekte për të eksploruar të gjithë jugun e Shqipërisë. Merrni krem mbrojtës gjatë verës. Rezervoni akomodimin herët në korrik dhe gusht. Vizitoni atraksionet kryesore në mëngjes për të shmangur turmat. Mbani parakesh për raste kur pagjesat me kartë nuk pranohen. Eksploroni edhe zonat jashtë qytetit për të zbuluar vende më pak të njohura. Saranda nuk është thjesht një qytet bregdetar. Është një kombinim perfekt i historisë, natyrës, kulturës dhe mikpritjes shqiptare. Nga ujërat e kristalta të Ksamilit dhe pasuritë arkeologjike të Butrintit, deri te panoramat e kalasë Lukuresit dhe magjia e syrit të kaltërt, ky destinacion ofron eksperienca që mbeten gjatë në kujtesë. Nëse po kërkoni një vend ku mund të shijoni det fantastik, histori të pasur dhe ushqim të mrekullueshëm, Saranda është padyshim një nga zgjedhjet më të mira në mesdhe. Po ju, a e keni vizituar ndonjëherë Sarandën? Cili është vendi juaj i preferuar në jug të Shqipërisë? Na tregoni në komente dhe mos harroni të abonoheni për më shumë gida udhtimi nga Shqipëria dhe bota.